Me afrimin e festës së Bajramit, qytetarët tashmë kanë filluar përgatitjet për ta pritur këtë festë të rëndësishme fetare në mënyrë sa më të përkryer. Tregjet dhe dyqanet janë më të frekuentuara, ndërsa në familje kanë filluar përgatitjet tradicionale, blerja e veshjeve të Bajramit, ushqimet tradicionale, si dhe përgatitja e ëmbëlsirave, ku padyshim për shumë familje festa e Bajramit nuk mund të imagjinohet pa ëmbëlsirat tradicionale, sidomos baklavan, e cila për shumë familje mbetet simboli kryesor i tryezës së Bajramit. Si çdo vit, Bajrami sjell atmosferë festive, bashkim familjar dhe solidaritet mes njerëzve. Po gati që të fillu me fëmijët, po. E kemi kalu gati se gjysën. Cili është ushqimi që më shumë preferohet në tryezën e juve për muajin e Bajramit? Zakonisht çdo sen është, çdo muaj, çdo ditë ndryshëm. Ka gjithçka, elhamdulillah, fe Zotit. Zakonisht sene tradicionale. Si për shembull baklava, Baklava, kadaifi, trileqe, pak edhe sheqerparja. Çfarë mesazhi keni për besimtarët musliman? Do Zoti gjithëve, Zoti ja mundson ta festojnë me të mira, me lumturi, bashkë familjare dhe ato që si kemi, me lutje, me të mira, gjithçka. Shumë mirë kena kaluar. Po, e keni fillu përgatitjet për Bajram? Po, kena fillu. Po, parafrasisht si vjet, pak ma shtrejt. Këtë janë në rregull, këtë vendin e vetë. Po. Ëmbëlsirat, baklavat, që të lumbat. Ju uroni festat? Urojmë pa festat gjithë muslimanëve kudo që gjenden në botë. Këtë gjithë mirat. Po, paqja është kryesore, ja. Këtë paqë në vazhdueshme, mos ketë lufta sende. Vallaj, po, unë jam këtë gërbeqar, jam marrë të nana dhe të vllazit. Kështu vikendin 3-4 net, po, nesër të iki për Gjermani. A nuk e festoni Bajramin? Jo, nuk jam këtu, fatkeqësisht jo, si vetë ja. Okej, po tesha për fëmijë keni ble ose ha? Këna ble ato atje në Gjermani, po këtu, po dhe këtu i kam vllazit edhe këto. Po këtu si e festoni, cilat ushqime i bëni për festën, për tryezën e Bajramit? Po si zakonisht tradicionale ushqimet tona shqiptare. Fillim nga gullashi, nga mishi dhe orizi, pula, po dhe ëmbëlsira gjithashtu si baklava për shembull, si thënë na dhe ta orizin në atje dhe baklavat, nuk mungojnë në tryezën shqiptare tonë muslimane. Nga kjo aspekt, po, dhe shumica e çokoladave dhe për fëmijët dhe gjithë ato përgatitje për Bajram Sipan. Ndërkaq, shitësit thonë se kërkesat për ëmbëlsirat tradicionale, sidomos për baklavan dhe kadaifin, rritet sa më shumë që afrohet festa. Përgatitje kena bën, domethënë me kadaif, petat baklavas, elhamdulillah për Zotit. Ka edhe shitje, është herët pak, domethënë ka edhe një javë, domethënë se 3-4 ditë shkon. Po kam ushit më dhani parë. Po njëjtë janë, edhe baklava dhe kadaifi domethënë njëjtë janë, edhe arrat janë të ushit, ama shumë kadaifi. A bërehet dukshëm në shitja më e madhe gjatë vitit? Sa periudhë se sa periudhave tjera? Bajrami për Bajramit kanë dallim. Edhe çmimi pak kanë livri domethënë janë pak më të alta, ama pet më thonë elhamdulillah për Zotin. Ashtu hec mirë. Tash qytetarët janë çata, domethënë sa e dim sa është rroga. Çka më bëllë ndaj e kena rrit pak çmimin. Ato ankohen të shkojnë. Pavarësisht përgatitjeve dhe angazhimeve, për qytetarët më e rëndësishmja mbetet atmosfera e festës dhe bashkimi me familjen dhe të afërmit. Bajrami vazhdon të ruaj traditat dhe vlerat e solidaritetit, duke sjell gëzim në çdo shtëpi. Me tryeza të mbushura dhe me baklavan që nuk mungon pothuajse në asnjë familje, qytetarët shprehen se këtë festë e presin me shumë gëzim dhe shpresë për ditë më të mira dhe të begata.